Muaj i madhnueshëm i Ramazanit, për cilin ka folur imami, unë mora informacion të shkurtër se ku ka marru studimet dhe për çfarë ka marru, unë do munohem të mos përsëris ato që ju keni dëgjuar, por do të theksoj rëndësinë e këtij muaji të madhnueshëm dhe duke falenderuar të madhin Zot që na dha jetë, shëndet, durim mbi të gjitha për të respektuar mysafirin e ndritshëm, muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Unë një dy fjalë do të them, një pasazh të shkurtër, lidhje me respektin ndaj prindërve që duhet të tregojnë të rinjt dhe të rejat. Them me gjithë shpirt, nga thellësia e zemrës, lumë ata të rinj dhe të reja që i kanë prindërit gjallë dhe i respektojnë. Sepse Resulullah sallallahu ta'ala alaihi ve sellem thot, el gjennetu tahte aqdamil ummehat. Gjenneti është në këmbët e nanës. Në kohën e Resulullahit, historia mbushet me ngjarje, po mund të ketë dhe mendime. Si do që tjetë, ngjarjet i interpretojnë njerëzit sipas njohurive që kanë, po disa interpretojnë edhe sipas interesave materiale, gjë për cilën ne nuk jemi dakord muslimanët. Siç thot një dietar, nuk bëjnë mirë ata që me fjalën e ahiretit arnojnë robën e dunjas. Në kohën e Resulullahit, një djalë kishte nënën dhe babën. I respektonte në kulm. Një natë, pleq si pleq, jenë si fëmijë, i kishte zonë gjumi. Dhe ky priti derisa zgjoheshin për të dhënë me hangër, bukë me qumësht. Atë u jepte. Fëmijët kishin rënë gjumë. Por disa prej tyre edhe qanin donin të hanin, ky nuk u dha. As gruas, as fëmijëve. Priti deri në sabah, kur zgjuan pleqt, u dha të hanë dhe të pinë, edhe mbaroi punë e pastaj shkoi tek Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja tregoi ngjarjen, kështu. A e kam kryer detyrën ndaj prindërve? Resulullah i zgjedhur i Perëndis i tha: mu përgjigj drejt. A ke menduar ndonjëherë që po shërbej se nuk do jetojnë aq sa kanë jetu? Po tha vallaj, se ke kryer detyrën. Aq e madh është haku i nonës. Në një rast tjetër, një sahab po hante bukë me nonën e vet. Një sahab tjetër, shok tjetër, po i shikonte. Ky që po hante bukë, rrinte, shikonte. Nona hante. I thot ky shoku, po pse s'hati? Nuk haj, those. Ndoshta nona ka bo nërmend ta marrë këtë pjesë tu, që kom qefun, për të mos hyrë gjenof, le të haj ajo, pastaj pa hajo. Ky është respekti për prindin. Unë, për nonën, thot një dietar, ajo është kunor, si mas Resulullahit, në kokën e burrit. Një grua e ndershme, muslimane, një koqire, ajo është kunor, e zbukuron burrin. Dhe grua jo e rregullt, larg qoftë, nuk është as plehen në këmbë të atij. Prandaj, gratë meritojnë të respektohen. Ish dietari bosnjak Ali Azitbegović, zoti e mëshiroft, thot: a janë të barabartë burri me gruan? Jep vetë përgjigje. Po, edhe jo. Po si ka mundësi për një problem të ketë dy përgjigje? Po, si krijesat Allahut janë të barabartë. Si detyra janë të ndryshëm.
burri ka detyrë tjetër, gruaja ka detyrë tjetër. Thonin në kohën e diktaturës tek ne, e pa punë, gabim. O ka punë gruaja, o s'ka punë kush. Çfarë? Lere të gjithat, vetëm me edukimin e fëmijëve. Të merret, ka punë të jashtëzakonshme. Më falni, bëj parantezë, Europa, me mendimtarët atyre shterp, po i fekton edhe një pjesë të xhamatit tonë. Ato kanë parimin. Arriti fëmija 5-16 vjeç, lejet lirë, po i lirë është lopa. I lirë është biçi, i lirë është kali. Njeriu është i lirë. Allahu na ka dhënë lirinë. Plot, sidomos muslimanëve, zgjedh rrugën e drejtë ose rrugën e gabuar. Çfarë dush ti? Për rrugën e drejtë do shpërblesh, për rrugën e gabuar do japsh llogari. Jemi të lirë. Por Europa thot që lehet lirë. Ka ato vetët. Po mirë, kur rri fëmija më falni për shprehjen deri në orën 11, 12, në orën 1. Kur rri? Çfarë bën? Mos merret me drogë, mos merret me rrugësliqe. Prindi është i detyruar ta kontrollojë. Madhi Zot në Kur'an thotë Bismillahirrahman. Kullukum ra'in, ve kullu ra'in mes'ulun an ra'iyatihi. Secili prej jush është në pari dhe është përgjegjës për grigjen e tij, për familjen e tij. Kjo përgjegjësi vihet në jetë duke kërkuar llogari me mas, me pesh, siç thot një poet, çdo gjë me masë me pesh, mos kesh çara kres. Sepse adoleshenti, ai që është 5-16 vjeç, fluturon haj. Me atë duhet zbatu porosia e Resulullahit. Edibu euladekum li zemarin ngajri zemanikum. Edukoni fëmijët tuaj jo për kohën tuaj. A është punë e vështirë? Me thanë drejtën është e vështirë. Po është punë e lëvdrueshme, sepse këto e zbukurojnë xhamin, e zbukurojnë xhamatin. Këto janë shpresa e Islamit. Islamin e roli madh i Zotit deri në ditën e Kiametit, por ne do bëjmë punën tonë që të mbushim xhamiet. Unë i thash dhe imamit, me humor, kështu që do të tregoj diçka për humor. Është herë e dytë që vin në Prizren, edhe më vjen mirë që po vi. Kam marrë vetëm për nostalgji, për të kujtuar. Arabët kanë një proverb, thonë, kur shkon në Rinib, herë në parë, ke qejf të shkosh edhe përsëri edhe herë tjetër. Unë erdha më tha Zoti shlet që erdha përsëri edhe me pëlqen Prizreni sepse ka aromë tradite, ka islam të vërtet. Islam ka kudo, po këtu ka xhamat të mrekullueshëm. Mu më bëhet zemra mal. Dhe kur i shoh këto tritë të reja që muhin xhamin, ne të më shumit do kalojmë. Do japim llogari para të madh Zot. S'kemë nga t'ja majmë. Do japim llogari. Inshallah kur vi momenti ndarjes së shpirtit nga trupi, na bën Zoti të lehtë të kalojmë në botën tjetër me kelime i shahadetin. Eshhedu an la ilaha illallah ve eshhedu anna Muhammeden abduhu ve resuluhu, që në mënyrë figurative është pasaport vulgare, është tregues që ti ke drejt të kërkosh mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Për rëndësinë e namazit, unë nuk do të zgjatëm ti imam, unë do të tregoj një ngjarje të jetuar në vitet 55-60 në kohën e diktaturës në Shqipëri. Është një çik vulgare, megjithatë do përpiqem të jemi sakt. Xhabeqiri burri vjetër, musliman me emër, jo praktikant. Kishte karrocë. 2 fshatrat bosnjak, ani se e dini, nuk bëni keq. Prodhonin shumë domate, edhe i shisnin në Tiranë. Xhabeqiri kishte i Shkodë, i karrocë, merrte domate nga Shjaku në akşam, edhe i çonte në
Tiranë. Kishte të pelën e vetë. Ai me që ishte plak, fliste me pelën për ditë. Pela për lëviz të veshët, e thoti, fliste dhe aja. Ashtu i duke është ati. I bon të qefin. Gjabeqiri, kur nisë në darkë në shumë, merë të një kafshat bukë misri, në shjak nga varfria, në një herë fshatarët hanë bukë misri me bukë grulli. Është e vërtet e kam parë vetë. Nga Fukërlliku në kohën e diktaturës. A i merë të i co bukë misri, me i qikë gjisë, i kupat gjisë, edhe ullësh në karotës, hezë të kalë. I vinde kejtë për pelën, i thoshte, më zele, ti s'ke që ha, unë po haj një ka pshat bukë, në gjisë, po haj, po ti s'ke, edhe po punon, ndje kejtë për ty. Pele polis të veshë, polin të pele, po hajtë, ashtu i duke shë ti. Një mjesë në Qabeqiri, shikon një lival me jonqë. Au, thot, elhamdulillah, thoshte elhamdulillah. Gjetë ushqim dhe për ty. Merë drapnin, kor jonqën, me i qesa, ja je peles. Italianët, fshatarë italianë për një parantesë, për të nëzit kuaj që të punojnë, marrën një shkop, ja lidhen ke koka, edhe i veni qese me barë. Kali kujton se do të arri i barin edhe hetë shpejt, kështu e provojnë ato italianët, fshatarët shqiptarë, jo. Kar barin kë edhe e pelës, ato të knoqë edhe të. I zoti jongjës, kalën 4 bezit të shef që jongjë po vidhet, po më vjetë dikush, i thot grusë, bjeri qikët e italianën, po që është italianë, pushka e shkurtën, kështë ishte. Po që të mërë burë, pushka në fakt shkurtën ka, dhe më thonë, të vretë. Bjera, thotë, zigjotë të thotë, bjera të thotë. Ja, pa e pushën, e rumë gjithë natën. Kur vjetë Qabeqiri? Fillonë. Thotë, ti qeka i thotë që je hajduti? Je imi, thotë, i drejtor në pushkën. Me vra, Qabeqiri mrapa kishte karrocë. Djathas jongjën, majtas jongjën, para pushkën sigur këtopi. Të fluturonte, s'kishe këtë shkonte, Allahu Ekber, u lidhë, a qertë, të s'mund vrastën se i të falë në mostën, u zunë shokë, u zunë miqë. U pajtunë, rojtën, a i sa rojtën, si miqë të ngushtë. Namazi, besimit e ki madhi Zotë, e shpetoj atë, pa mashtis të ishte në gjinof, e shpetoj. Namazi është imatu din, thotë Resulullahi. Shtylla e besimit është namazi. Mua më vjen mirë që, ashtu si thot një poet, një shembull i mirë, vlen më shumë se sa 1000 fjalë këshilla, kur fëmijët shohin se prindi falet në xhami dhe ngrihet dhe natën, si dhe mos në Ramazan, të heqyt namaz. Mirë bënë, si mas Resulullah i gjithni, ti hullë dhe që i kuj grus vetë. Qo dhe ti sot, hajde me rabdes sot, falesh edhe ti. Edhe, kur fëmija i shef ato, duke u falë, pa e ditë, fillon e falet dhe i. Falet nipi, falet mbesa, dhe shtohet gjemati. Një parantesë, nuk do zjatëm, Europa po infekton vendet islamike, duke luftu islamin. Si? Duke shkatru familjen. Ata thonë familja është problem i zgjidhur. Një parizjene, kryetare lëvizjes së gruas, aq sa di unë, Gjosh Gabor, thotë, nuk e duroj do të pushtetin e burrit. Nuk duroj të la enët. As gatuaj. As të rinë në urdhë dhe ti. Një tjetër shko me lërë. Thotë, unë më mirë rrisë një qenë, se sa një fëmi. A ka ku të shkojmë tepër? është shkatrim. Islami është për mbrojtjen dhe ruajtjen e familjes edhe të mallit që ka dhe me këmbulje
Të rit dhe të rejet duhet krijojnë familje. Ky është mesazhi im si burr i vjetër, si qytetar, edhe si imam xhamie. Të rit dhe të rejet duhet krijojnë familje islame. Dhe burri, në rast se gruaja nuk di për islamin, është i detyruar ta mësojë. Fëmijët po hyteshin në sferën e sheriatit, po të rrinë një farë moshe, mirë është të mësojmë të agjerojnë ditën e hanë edhe ditën e ejte, të servitin. Po të rritën ma shumë, to të agjerojnë gjithmonë në Ramazanit. Inshallah, ju, bashkë me mu dhe muslimanët e tjerë, do të meritojmë shpërblimin e Allahut i cili thot: Bismillahirrahmanirrahim, es-saumu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi bëhet vetëm për mu. Është sekret. Si, po sekret është. E di vetëm ti që agjeron, edhe Allahu. Larë qoftë, mund të ketë njërë që thotë, unë agjeroj, shkoj futi gotu e tje, shko habu. Se shef njëri, shef Allahu. Prandaj është sekret. Dhe duke qenë sekret, shpërblimi është i jashtëzakonshëm. Qofshit nderuar që më dëgjohet, ju respektoj me gjithë shpirt dhe them drejtën, ndalem i kënaqur nga xhamati në Prizren, edhe nga natyra e Prizrenit e nuhas atë erën e bukur të islamit në Prizren. Edhe jo të bëhet qefi, po sikur rritje në rohësh për zdyti, kur sheh që xhamiat mbushen plot dhe adhurohet i madhi Zot. Qofshit të nderuar. Edhe një herë falënderit për respektin imam dhe inshallah thot populli mali me mal nuk piqet, njeriu me njeriu piqet. U takofshëm përsëri në gëzime dhe muajin e madhëshëm të Ramazanit, të cilit i kanë mbetur pak ditë, në dhënë Zoti shëndet, durim për të mbaruar deri në fund respektin për mysafirin e mrekullueshëm, muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe një herë ju falenderoj. Hoxha i nderuar është Hoxha Ismail Dizdani, nga Shijaku, Kedursi, dhe është për hoxhallarëve që i ka qëndruar ballë komunizmit në situatat më të vështira. Ka qenë drejtor medreseje, nëse s'ka bëj, dhe ka bërë të pamundur që ajo të funksionojë ashtu siç Allahu Azza wa Jalla ka porositur. Dhe ne jemi pak të ri, po më të moshorët e dinë se çfarë komunizmi të egër ka pas Shqipëria dhe sa vështirë ka qenë me i bo ballë atë sistemi aso kohë. Po ka dashur Allahu, ja ka kompenzuar se ja ka bërë gjithë nipa të xhallarë. Para një kohë jo shumë të shkurtër para Ramazanit, i kemi pas këtu. Elhamdulillah na ka nderuar. I kemi edhe sonte përpos Hoxhës Halidin, që s'ka pas mundësi me ardhë, po i ka përcjell selamat me përzemër ta. E Allahu është shpërblet, na ka nderuar, ka qenë një iftar i ftuar të Hoxh Mazllami, Zoti ja shpërblet, pastaj pata dëshirën edhe kënaqësinë me na nderu edhe në xhamin tonë, edhe na këshilloi me këto këshilla të bukura që për neve janë shumë të nevojshme. Dhe modele si Hoxha i nderuar dhe për e gjallë janë të pakta sot që na kanë mbetë. Lutim Allahun që të jep shëndet në këtë botë, jetë gjatë të begat, e xhenet firdaus në botën tjetër. Me na po Allah që të kemi lojë. Ju falenderoj shumë. Edhe i llafë të fundit se Shqipëria mesme thotë, nuk e thash dhe këtë. Edhe i ngel pishmon. Ne nuk kemi kohë të hahajmë me njëri tjetrin, të grindim me njëri tjetrin. Është koha kur ne du bashkohemi në unitet
duke dashur njëri tjetrin. Një dietar, Ali Izetbegović Rahmet pas, thot, po të bashkohen muslimanët, sa janë në botë, 1 miliard e sa, vetëm me bështym të shakqit mund t'i mundin. Inshallah qoftë kështu. Shohim për televizor, çfarë po vujnë vëllezërit tanë, a na vjen keq, lot na shkojnë. Lot na shkojnë. Vritën fëmijë, djem, vajza, plik, plaka. Ne i shohim, i shem gjithë bota. Si i bëhet, 1000 organizata botërore ka, asnjëra nuk punon. Të drejtin, të ndershmin, muslimanin, jo nuk e duan, po shikojnë me frikë. Ky thot, nuk trahton idealet e veta. Qoftë kështu, vazhdimisht. Allah të ndërot, e të bekoftë shumë farmejtë.